Dita 19, kur gjykimi bëhet paralajmërim. Leximi i ditës, Jeremia kapitulli 19. Vargu kyç. Kështu thot Zoti i ushtrive, ashtu do ta thyej këtë popull dhe këtë qytet, ashtu si thyej dena e poçarit, që nuk mund të ndreqet më. Shpjegimi. Në këtë kapitull Zoti i thot Jeremis të blejë një enbalte nga poçari dhe ta marrë me vete para pleqve të popullit dhe priftërinjve. Pastaj ai duhet të shkojë në luginën e Ben Hinonit, një vend i lidhur me idhujtarinë dhe sakrificat e tmerrshme. Atje Jeremia shpall gjykimin e Zotit mbi Judën dhe Jeruzalemin. Populli kishte mbushur vendin me pafajësi të derdhur, kishte ndërtuar altar për Baalin dhe kishte hyrë në mëkate të rënda. Për shkak të kësaj rebelimi të vazhdueshëm, gjykimi nuk ishte më vetëm paralajmërim, ai po bëhej i afërt dhe i pashmangshëm. Pastaj Jeremia e thyen enën para syve të tyre. Ky veprim simbolik ishte shumë i fortë, siç thyet një enë dhe nuk mund të rikthehet më në gjendjen e parë, po ashtu edhe qyteti do të përballej me shkatërim për shkak të kokfortësisë së zemrës së tij. Ky kapitull është një thirrje serioze. Perëndia është i durueshëm, por kur njeriu vazhdon të refuzojë të vërtetën, vjen një pikë kur gjykimi bëhet realitet. Lutu me mua. Lutja e reflektimit për ditën 19. O Zoti i shenjtë, më ruaj nga një zemër e fortë që nuk pranon korrigjimin tënd. Më fal për çdo herë që kam shpërfillur zërin tënd dhe kam ecur sipas rrugëve të mia. Mos lejo që jeta ime të arrijë në pikën e thyerjes për shkak të rebelimit dhe krenarisë. Më jep një zemër të butë, të penduar dhe të bindur ndaj së vërtetës sate. Le të më zgjojë fjala jote sot, para se të jetë vonë. Në emër të Jezus Krishtit,